Përshëndetje prindëtor. Po ta bëj një pyetje. Ku mendon se fillon shkollimi? Ndoshta me njerë mendja kam shku me thonë të shkolla, të mësusja. Jo. Shkollimi fillon me ushqimin. Nëse një fëmijë konsumon ushqim jo të shëndetshëm, pra produkte që përmbajnë sasi të lartë të sheqerit ose të yndyrnave të këqij, këto kanë me shkaktu të fëmija probleme shëndetësore, kanë me shkaktu të fëmija mungesë përqendrimit, kanë me shkaktu të fëmija lodhje. Një fëmijë që ka mungesë përqendrimit, një fëmijë që është ndjehet i lodhur, prej atij nuk mund të prisim sukses në shkollë. Pra për këtë arsye, para se të zgjedhim shkollën e suksesshme ose shkollën e mirë, mësuesin e mirë, librat e mira, na duhet të zgjedhim ushqimin e mirë. Faleminderit për kohën tuaj.